Do ta kuptojmë që lufta që po bëhet kundër Iranit është pjesë e luftës globale që amerikanët bëjnë kundër Kinës edhe Rusisë. Dhe sikur Gjinishi theksoi në studio, efikasiteti i dronëve dhe i raketave iranian bëhet në koordinim me sistemin satelitor Glaznost rus dhe Beidou kines. Biles ka patur akuza në ditët e fundit që është inteligjenca ruse ajo që i ka dhënë iranianëve të gjitha detajet e bazave dhe satelitëve dhe radarëve amerikanë. Tani, lufta që Irani po bën kundër Amerikës, që është hakmarrje për vrasjen e imamit të tyre sufrem, njëra është luftë konvencionale, por lufta më e egër është lufta ekonomike. Irani po e godet Amerikën në thëmbrën e Akilit, e cila është ngushtica e Hormuzit. Irani nuk mund të përballet teknologjikisht me perandorin amerikano-izraelite, nga që ata kanë superioritet teknologjik, dhe ne për shembull po shohim taktikat që po ndjek Izraeli, duke bombarduar dhe shkatruar qytete, duke hedhur në erë rafineri nafte, bombarduar shkolla, spitale e të tjerë, duke implementuar strategjinë e terrorit dhe vrasjes masive të popullatave, por goditja që po i bën Irani perandorisë amerikano-izraelite është duke mbyllur naftën. Atëherë, Olsi, ja të ndryje, që të jetë në formë debati, të ndryje. Vetëm një moment me regjimin. E kuptova, po... Zërin se më vjen eko mbrapsh dhe nuk dëgjoj mirë. Unë mendoj që jemi... Jo, unë mendoj po atë që po e lexoj dhe po mundohem me kriju një mozaik. Irani po ukrainizohet dal nga dal, parasysh se fuqia e Rusisë ka humbur bukur shumë në luftën me Ukrainën dhe të njëjtën gjë edhe Rusia dhe Kina dëshirojnë që fuqia e Amerikës të dobësohet në një luftë të gjatë ku Irani është i ndihmuar, po gjithashtu është viktimë e kësaj betejë. Se beteja vërtet në distancës mes Kinës dhe Rusisë dhe Amerikës, këtij boshti i cili realisht do ta po lufton që të ndërtoj rendin e ri botnor. Dhe në këtë pikë Irani është i fundit ose pika e fundit e rezistencës ku pastaj i fundit është Tajvani, por kur bje Irani atëherë Tajvani është i pashmangshëm. Edhe Kuba tha Trumpi. Kuba nuk është faktor. Nuk është. Kuba në ka fëqi dhe nuk arrin as të mbron as zoti e lema dikush tjetër. Por, nuk ka fuqi revolucionare ma Kuba. Të gjithë janë të dëshpruar, s'kan mirëqenje, tjera. Kurse të Irani, ka një diçka që është për mu, kogja interesante. Në mes të atyre që kërkonin ose Perëndimi kërkonte një lider të ri, mos ta kufizoj Amerika dhe Izraeli, garda revolucionare këtëherë fitoi betejën, e dërgoi njeriu në vet. Për arsye se viktima e parë e një Irani të ri është garda revolucionare. Ata bëjnë betejën e fundit, dhe beteja e fundit përfundon bashkë me liderin e ri që ka zgjedhur garda revolucionare. Ata liderët ideologjik që do të hynin në një negociat me Amerikën, do të dorëzonin, ose po themi do t'i nënshtroheshin një Amerike me një lider që Amerika do të pojtoj, më ai moment nuk ekziston. Dhe kjo është ajo që besoj e ka nervozuar gjithë këtë që merret në Amerikë me strategjinë kundër Iranit. Dhe nëse zgjat lufta, atëherë do zgjat për një arsye. Për arsye se garda revolucionare si grupi më i urrëtur brenda popullatës
se Iranit i fundit do të kërkoj amnistin dhe i fundit do të vendosë cili unë besoj që ata do të negociojnë me Amerikën dhe askush tjetër, për arsye se ata janë betejë forcës edhe për ta ruajtur sigurinë e Iranit kur të përfundon lufta. Dhe ata nuk janë pak. Unë jam dakord me analizën tuaj. Do të thonë, lufta e Iranit është pak a shumë një përsëritje e luftës në Ukrainë, ku kemi një përplasje të perëndimit me interesat ruse. Rusia nuk do lejonte në asnjë mënyrë që Republika Islamike e Iranit të shkatrohej dhe të kthehej në një Ukrainë të dytë, ku perëndimi të instalonte ndonjë kufull sikur kemi rastin e Zelenskit. Dhe po të shohim deklaratat e Reza Pahlavit, djalit të ish diktatorit iranian që amerikanët duan sjellin në pushtet, ai domethënë nuk vjen Pahlavin në pushtet. Nuk dojnë as iranian. Kjo është propagandë. Dje që ai nuk vjen, por ai ëndërron që mund të vi. Dhe këtë gjë bën edhe lobi iranian. Këtë bën edhe lobi iranian që ëndërron që është në perëndim. Por në anën tjetër duhet kuptojmë edhe diçka tjetër, që Irani përveç se është një aleat i Rusisë dhe i Kinës, është edhe një republikë teokratike, e ndërtuar mbi eskatologjinë shiite. Dhe sipas iranianëve, domethënë garda revolucionare që është shtylla e pushtetit, në këtë përplasje me perëndimin po fiton. Sepse gjatë presidencës së presidentit Obama, kur amerikanët bën marrëveshje nukleare, ideja e amerikanëve ishte që do mbështesnin të moderuarit, unë atë donin që pushtetin ta kishte grupi i Hasan Rohanit, i cili nga grupet konservatore në Iran përshkrohet si Mikhail Gorbaçovi iranian, por Iranit apo gardës revolucionare i bëri nder shumë të madh presidentit Trump, i cili shkatroi marrëveshjen nukleare dhe mori anën e grupeve ekstremiste të judejve, por edhe evangelistëve të krishterë. Për më tepër, duke vrarë Ali Khamenein, Irani Olsi, vetëm një gjatë lutem. Dhe Trump i bën një më të madh gardës revolucionare, sepse garda revolucionare ka patur një lloj problemi të pashpallur me Hoxhën që vrau Netanyahu në datën 28 shkurt. Khamenei e ndalonte gardën që të zhvillonte bombën atomike dhe raketa interkontinentale. Duke sjell Mojtaba Khamenein, të cilit Izraeli i vrau babën, nënën, gruan, djalin, motrën në bombardimin e 28 shkurtit, garda revolucionare tani shpreson që me imamin e ri që ata sollën në pushtet, ai do të thyej fetvan e babait të tij, i cili nuk e lejonte gardën që të zhvilloj bombën nukleare, dhe unë parashoh që Irani në mënyrë që të mbijetoj do të zhvilloj bombën atomike. Nga që për shembulli Koresë së Veriut apo i konfliktit Indi-Pakistan na ka treguar që vendet më të dobta mund të mbijetojnë vetëm nëse kanë arsenal nuklear. Arsyeja pse Izraeli i vogël terrorizon të gjitha vendet e botës islamike, i bombardon, vret këtë do e tjerë, ka të bëjë me superioritetin teknologjik dhe ushtarak që kanë judejnë. Dhe sikur thotë Benjamin Netanyahu në librin që i shkrua në vitin 1995 me titull Fighting Terrorism, ideja e Izraelit ka qenë që Izraeli nuk duhet i lejojë vendet islamike që të zhvillojnë bombën atomike, ka që i thotë nëse këta të zhvillojnë bombën atomike, ne nuk do të kemi superioritet. Nuk është betejë për, ose nuk është dialog për domethënë, për me tregu një pikat intelektuale ose leximet. Esenca është sa do qëndroj Irani. Edhe esenca është skenarët.
cili është skenari 1 dhe 2, a do tjetë garda revolucionare, ajo pjesa oportuniste që i bashkohet pushtetit, parasysh se ata janë realisht forca reale në Iran, pa ta gjithë shka do t'ishte e lehtë. Edhe ndrimi i pushtetit, edhe ndrimi ideologjik edhe gjitha. Esenca është që na të bisedojmë edhe me profesor Gjenishin, ku është, cili është skenari 1 dhe 2, parasysh se lufta, jam i sigur që do përfundoj me humbjen e Iranit. Por sa do të pësohet Amerika, për të bë kompromise për gjëra tjera, për Tajvan edhe për Ukrainë, është çështje që duhet biseduar.